disa nga llojet e klientëve që hasin në dyqan. Po mirë, si jeni? Mirë, si jeni? Mirë, çfarë ka, mund ta provoj? Jo, të lutem, nuk është tester për ta provuar. S'është test? Jo. Po ky. Jo, dha ai nuk është tester. Po kjo këtu. Jo, djali. Nuk kanë tester. Jo. Produktet janë 100% organike. Çallafos. Po kjo këtu. Jo, nuk është tester. Që vjen në dyqan koti. Përshëndetje. Si, djali? Mirë, faleminderit, si jeni? Të bëj një pyetje, sa është kjo shampo? Kushton 20.000 lekë të vjetra. 20, ë? Po kjo maska? Ajo është 24.000 lekë të vjetra. 24. Atë piste për i gjë, po kjo balta? Ajo është 68.000 lekë të vjetra. 68, ë? 68. 68, pra 68, mora vesh. Po vi nesër, ti marr nesër, ë? Kot erdha. Po mirë, faleminderit. Mirë. Të uroj një ditë të këndshme. Ç'pun ke ti moj? Jo, këto i kam unë. Po jo më i kam unë. Vëllai dashur, këto i kam unë, ke ardhur nga Gjermania, janë dhuratat e fundvitit, do i paguaj unë. Po si bëhet fjalë? Do i paguaj unë. Nuk bëhet fjalë, këtë e paguaj unë edhe ti ka mbaruar ai muhabet. Na fal. O do i paguaj unë më djalë, do i paguaj unë. Do t'i paguaj unë edhe pikë thash. I paguan djali.